ASH, grupi strukturuar kriminal, SPAK dërgon për gjykim 11 të pandehur. Po lërë një rahat se na të shmëndët SPAK-u, po lërë një rahat, po pse vetëm mafia të punoj, po lërë një rahat SPAK-u, nuk ka gjithë me SPAK-u. Po qa kemi, deli qa halli ke? Po kam hallin e ati boti moj në fjerë, ati patriotit tim. Qa ka? Ka 20 vjet me të njëjti problem, ja ndishe. Që nga viti 2005, kam bërë një vedeklarim për një objekt që kam patur për balë bashkis, as 100 metra nga bashkia, dhe kjo bashki që nga viti 2008 e deri sot që po flasim, ka kryer një masakër me pasurinë time, duke falsifikuar që nga harta e Fierit e deri në prishjen e objektit në vitin 2018. Për të kam bërë kallëzime penale edhe për kryetarin e bashkisë aktual, edhe për ish kryetarin e bashkisë Baftiar Zeqaj dhe Armando Subashi, të cilët sot e kësaj dite, megjithse unë kam paguar taksën e infrastrukturës në vitin 2011 dhe për sipërfaqen 460 m2 me vendim të Këshillit Ministrave të 17/2/2011 kemi paguar 113 milion lek, sot e kësaj dite unë nuk përgjigj zgjidhje. Objekti ka që nga viti 1994 që është ndërtuar, por me ligjin për legalizimet në vitin 2006 u fut në procesin e legalizimit. Dhe mbasi Aluizni i dikurshëm bëri procedurat, në vitin 2011 ka dalë vendimi i Këshillit Ministrave. Në bazë të këtij vendimi të Këshillit Ministrave u pagua taksa e infrastrukturës për objektin në vlerë 74 milion lek dhe sipërfaqe tokës 460 m2 që është me status juridik tokë shtet me vendim të Këshillit Ministrave u paguan 113 milion lek. Megjithse neve kemi bërë të gjitha përpjekjet për certifikatën e pronësisë, edhe para 6 muajsh jemi drejtuar ASHK-s qendrore, e cila me korrespondencat e veta ja dërgoi për kompetencë ASHK-s vendore të Fierit, sot e kësaj dite unë nuk po marr zgjidhje. Në vitin 2008, Bashkia Fier në bashkëpunim me ZVRPP Fier dhe Aluizin Fier falsifikoi hartën e qytetit Fierit, duke falsifikuar rrjedhën e lumit Gjanica. Me çfarë qëllimi e bën këtë? Me qëllim për të futur tokën time që është në lagjen 11 janari për të futur sigurisht lagjen 1 maj. Sepse dihet që lagja 11 janari dhe lagja 1 maj ndahen nga lumi Gjanica. Mbas kësaj, kjo bëri që në vitin 2011 kur pala tjetër që falsifikoi dokumentat së bashku me bashkinë të më hapte një proces gjyqësor lirim dhe dorëzim trolli. Megjithse në të treja shkallët ne kemi fituar, sepse gjykata në të tre shkallët ka rrëzuar kërkesë patim për lirim dhe dorëzim sendi, pasi neve kishim një kontratë, siç thash më përpara, mbasi paguam faturat edhe për trollin, edhe taksën e infrastrukturës, kemi bërë kontratë me Aluizin. Dhe Aluizin në vend që brenda 30 ditëve na jepte certifikatën për trollin dhe për objektin, sipas objektit të kontratës, na futin në procese gjyqësore, duke ndryshuar statusin juridik të pronës nga shtet e bëri me pronar. Unë jam drejtuar Bashkisë së Fierit edhe më përpara, por në vitin 2023, kur ligji parashikon që taksa e infrastrukturës dhe 20% e vlerës së trollit për të cilën unë thash që kemi paguar 113 milion lek, janë në arkën e bashkisë. Dhe nga informacioni që mora, bashkia më thotë që nuk kam informacion për të. Atëherë, ku janë lekët e mia, taksa e infrastrukturës dhe 20% që i shumës 113 milion lek? Për këtë më kam bërë kallëzime penale edhe në SPAK, edhe në prokurorinë e Fierit, por për 7 vitesh prokuroria e Fierit nga viti 2018 deri më sot nuk jeton as kryetarin aktual të Bashkisë Fierit Armando Subashi dhe as ish kryetarin e Bashkisë Fierit, që sot është deputet Baftiar Zeqaj. Vetëm ta imagjinosh, të kalosh për ditë përpara pronës tënde, edhe ta shikosh që ajo është rrafshuar dhe aty është hapur një grop gjigande. Edhe më e keqja dikush është që ka paguar lek, ka paguar saqimet e kokës për atë pronë. Kush e di ç'do kishte bërë me aq lek? Çfarë bëhet sot me këtë pronë? Atëherë, mbas prishjes në vitin 2018 me urdhër të miratuar nga Armando Subashi, këtu tani se Kryetari i Bashkisë së Fierit. Kryetari aktual i Bashkisë së Fierit, në vitin 2022 ka dhënë leje ndërtimi. Dhe kur unë e kallëzova në SPAK, bashkë me një qytetar tjetër, është anulluar leja e ndërtimit në maj të 2022-shit, por sot e kësaj dite gropa ngeret e hapur dhe objekti im është i zhdukur. Mund shkojmë ta shohim këtë pronë? Po, patjetër. Pikërisht këtu ku jemi në qendër të trollit 460 m2 që unë ju thash në vitin 2011 me vendim të Këshillit Ministrave që thoshte ky 460 m2 është me status juridik tokë shtet, kemi paguar 113 milion lek. Këtu jemi në zemër të kësaj sipërfaqe. Dhe kjo sipërfaqe tani siç e shikoni juve, është cënuar nga bashkia që ka ndërtuar atë rrugën aty,
është cënuar edhe nga ndërtimi me leje të anulluar të Armando Subashit në vitin 2022. Dhe kjo grop që është ngritur është pikërisht vepra penale që ka kryer Armando Subashi, për të cilën unë së bashku me qytetarë të tjerë të Fierit e kemi çuar në SPAK, dhe SPAK-u mbasi e mbajti 1 vit e gjysmë e ka treguar për kompetencë në prokurorinë e Fierit. Pra, këtu nuk është vetëm cënimi i pronës time, këtu është edhe cënimi i pasurisë shtetërore. Leja e ndërtimit që është dhënë për të ka cënuar rreth 150 metra katror nga sipërfaqja që ka mbledhur. Po për sa i përket kësaj pjesës tjetër. Kjo pjesa tjetër ja është kështu tani me bar jeshil dhe kanë hedhur edhe unë këtu. Pronësi. Kjo është Në pronësi të kujt është tani? Aktualisht, përderisa unë nuk jam shpronësuar dhe vendimet e gjykatave që kanë fituar dhe vendimi i Këshillit të Ministrave janë aktualisht në fuqi, kjo është prona ime private. Ndërkohë, ke prona juaj private, kanë hedhur këto inerte, që është Dhe unë që është hapur gropa, është hapur gropa dhe hodhën dhe unë këtu. që edhe gropa është hapur po në pronën tuaj. Po, dhe Bashkia Fier ka marrë edhe një pjesë këtu që ka ndërtuar rrugicën këtu. Kjo rrugica këtu është pjesë e pronës time, 460 metra katror. Dhe për të saktuar, aty është lumi Gjanica. Dhe me dokumentat të falsifikuara të lagjes 1 maj, kjo është që më bën mua më tepër që të këmngull në të drejtën time dhe të mbroj jo vetëm interesat e mia, por edhe interesat e shtetit shqiptar. Sepse me dokumentat të falsifikuara, të përdorur në lagje 1 maj në vitin 1998 për të vjedhur pronën e familjes Stambolliu, kanë vjedhur pronën time këtu në emër të nënës time të ndjer Marinaqi Pelari. Pra, nga viti 2011 e deri sot jam në procese gjyqësore ku prokuroria dhe gjykata ka përdorur pikërisht të dokumentat falsifikuara që kryetari i AQS-s, drejtori i AQS-s Tiranë, Ardit Bido, i futi në arshiv të shtetit për t'i legjitimuar këto vjedhje që ne po flasim bashkë. Kryetar bashkie ka ndruar 2. Halli vazhdon të jetë po i njëjti. Halli ka ngelur në grop. Pikërisht për këtë arsye u quam ne gjadat nga Tirana dhe shkuam në Fier për të takuar kryetarin aktual të Bashkisë së Fierit, zotin Armando Subashi. Bashkë me zotin Arben, tani do i drejtojmë Bashkisë së Fierit. Shumë Nuk e përdorur fort, si në Nuk po e përdorur, ju po dhunon institucionin. Në të gjoqi, Të lutet, ti po e dhunon. Po si po e dhunojmë, si po e dhunojmë? Si po e dhunojmë në këtë institucion? Se ti më njeh shumë mirë mua, ha? Më njeh dare. Më njeh mua. Si që ishte më vret, po më vret. Më njeh mua. I nderuar po më vret. Kush po si Zotin Bujar Meçaj. Vazhdo zotëri. Bujar Meçaj duke më vret. Vazhdo sipas protokollit. Ky institucion po më dhunon mua. Zoti Bujar Ky Meçaj, institucion duke po më më dhunuar, dhunon duke më mua. vrarë, të betohem. Por hiqet Zotri, Duke më vrarë, Lëviz, jam në një vazhdo institucion shtetëror brenda orarit zyrtar. Edhe një për të lëviz. drejtën informimi. S'po dhunoj nderuar. Ja. Zotri, jam lëviz. investigativ Po, zotri. Jo, nuk lëviz. mua apo do lëvizësh. Po, urdhro. Do sipas protokollit. Zotria ka bërë një kërkesë me shkrim. Ka mundësi, Si është me protokolli? gjithë respektin, Si është protokolli po, nderuar? nëpërmjet zyrës informacionit, të merrni Po, e kemi leje. bërë dhe s'kemi marrë përgjigje. Ka kaluar më shumë po se 2 tamam, muaj. e dina Sa ata. shafati që duhet të presë nderuar? Sa? Kemi kërkuar disa herë dhe nuk kemi marrë dhe kemi ardhur që të informohemi fizikisht. Jo, absolutisht. Jo, absolutisht. Absolutisht jo. Jo, nuk po të dhënon fare. Absolutisht jo. Të lutem. Jo, Arben, jo. Të lutem. Brenda orarit zyrtar të punës. Jo, absolutisht. Lati hyj brenda, të lutem, hyj brenda. Okej. Të lutem mos më prek në dorë, s'po i prek. Absolutisht. Në orarin zyrtar të punës, informimi i lartë, mos më prekni me dorë. Mos më prekni me dorë, ti lutem. Ja mos qytetar, Arben, qytetar. A mundem lart lutem? Mos më prekni, lutem. E nderuar mos më prek. Jo me dhunë. Jo. Absolutisht. E nderuar, kam nevojë për një informacion, një institucion shtetëror. Okej. Të lutem mos më prek. Të lutem mos më prek. Po, duhet të hyj sipër, ky institucion shtetëror që pagon me taksat e shqiptarëve. Kush është protokolli? Kush pyet për protokollin tuaj? Sa kërkesa kam bërë tu dhe ju nuk pyesni fare për këtë. Kush jeni? Zoti quhet Bujar Meçaj, policiu, kush jeni nderuar? Zonja si quhet? Ky është institucion shqiptar që mu kam dhënë taksat Arben dhe jeni detyruar të më lini lart të sqaroj. Po të zyra informacionit merr informacion. Po se kemi marrë, si veprohet tani? Ngeli zotria pa informacion, drejta e informimit. E nderuar, jeni një institucion shtetëror, paguani ju me taksat e këtij qytetari nga Fieri që ka ardhur për të marrë informacion.
për çështjen e tij, po agravoni situatën në mënyrë të panevojshme. Pse drejtoni institucionin si pronë private? Është një qytetar që po të pret atje. Ju na ruani ne, është një qytetar që po i pret atje ja bashkë me kameramanin ton. Kjo është bashkia juaj. Që keni këtyre pronë private. Kjo është organizatë. Arben. Ladi ja lutem, ladi hyj brenda, lutem ja. Jo, të lutem. Të lutem. Të lutem. Lutem zotëri. Ma thë syzet. Po më thyni syzet. Lutem. Jo, nuk mund të Më thë syzet. Zotëri, të lutem. Të lutem. Më thë syzet të dërguar. Okej, mund të hym pak të lutem nderuar? Kryetarin përruani këtu nderuar, sepse me mikrofon nuk jemi marrë. Ja, zoti Subashi, përshëndetje, si jeni? Unë jam Krisman nga misioni investigativ Gjatë. Ndjes që jam me telefon, por kamera nuk na la Zofia. Jam misioni investigativ Gjatë. Unë jam Arbin Zëqari. Në redaksionin e misionit tonë ka zoti Arbin Zëqari, si vesh qytetar i Fierit, na ka paraqitur të gjitha provat për gjitha padrejtësitë që janë bërë nga institucioni juaj ndërhyrje. Po ju lë që të flisni me zotrinë nëse nuk e dini rastin dhe më pas po bën ndërhyrjen time si gazetar. Po çka kërkoni nga bashkia tash? Të dëgjoni qytetarin. Jo, i të dëgjoni qytetarin se nuk e kemi dëgjuar. Kërkesë me E kemi bërë ndërua, ndër vite, ja dasja. Të gjitha të protokolluar. Ju lutem me zotin Edhe Arbe. për kallëzimin që u kam bërë në SPAK, nuk kemi marrë përgjigje sot. Nderuar zotin Arbe, të lutem, a mund ta dëgjoni qytetarin? Jo mos kam gjë. Nuk kam paguar, çka ke dëgjuar? Akuzat që ka. Nderuar, ajo gropa që ndodhet, zoti Subashi. Çka ke dëgjuar nga mua? Zoti Subashi. O arrogant, o kriminal. Zoti Subashi, ju lutem. Jo, Arben, jo të lutem. Zoti Subashi, ju lutem. Zoti Subashi, jemi nga misioni investigativ Gjadat, ju lutem, kemi disa pyetje. Nëse nuk doni që ta dëgjoni qytetarin, mund ta dëgjoni ne pa qytetarin? A mund të thoni zotërisht që mund të hyj pa qytetarin? I nderuar, sinqerisht, mund të hyj pa qytetarin. Dhe po e pres. Okej, mund ta pyesni nëse thotë jo do ikem. Ah, moj nëna ime, lek mund të gjesh në këtë vend, vota mund të gjesh sa të duash, vetëm informacion nuk gjenda. O baba ime, imagjino tash, mos me arrit me marrë dot përgjigje nga bashkia e Fierit. Ku ka arritur ky vend? Edhe çka kërkuam ne? Një pyetje të thjesht fare. Ore, ku kanë shkuar lekët e këtij robi, të këtij boti? Ku? Ju keni dhunuar institucionin e Absolutisht bashkisë. jo, mos vazhdoni me këtë retorikë dhe mos e polarizoni retorikën, jeni institucion shtetëror. Në momentin që nuk marr përgjigje nga zyra informacioni brenda një muaji ose 15 ditëve siç e garanton ligji. Po pra procedurë dhe unë do të marr brenda 15 ditëve informacion. Të lutem. Po, okay. E nderuar, jo 2 sekonda për transparencë para kamerave, unë po ju them. Prit, jo, mos e shtyp bujarin që të më shtyp mua. Mos e shtyp bujarin, më shtyp mua. Kam studiuar juridik dhe jam gazetar investigativ. Di ligjin më mirë se ju që mbani Beqa juaj. Të lutem. Beqa juaj ku është? Të lutem. Beqa juaj i nderuar ku është? Beqa juaj ku është? Ju shini beqa ime ja ku është i nderuar. Ja ku është beqa ime. Okej, po them, unë do shkoj kësaj informacion, do bëj një kërkesë tjetër dhe momentin që s'do marr përgjigje do vi sërish. Bashkisë, të lutem. Ja, shkoj. Kjo është bashkia, kjo është organizatë. Lati rekord gjithkohës. Bashki kjo. Përshëndetje nderuar, si jeni? Unë jam Krisman nga misioni investigativ Gjatë dhe zoti Arben Myzeqari është një denoncues që ka ardhur tek redaksia e misionit tonë për një sër akuzash që ka kundrejt institucionit tuaj. Ndër të tjera është dhe moskthimi i përgjigjes nga institucioni juaj. Tani dua të pyes diçka. Nga kjo kërkesë që do bëhet sot me 2 maj të 2025-s. Zotria kur do marrë përgjigjen e kërkesës që do bëj sot? Pas 15 ditëve, pa llogaritur festat zyrtare dhe shëndjen. Okej. Pse nuk e keni kthyer përgjigjen? Ja. Ku janë paratë e mia që më ka vjedhur pronën aty? Ja ku e ke. Taksa e infrastrukturës që kam paguar në 2011 dhe 20% e vlerës të 113 milion lekë ku janë? S'kam informacion thot. Ja ku i ke. Lexoje. Po ashtu bëj një fotokopje. Tani ja për këtë kam ardhur, për këtë. Ja. Urdhro, është viti 2022. Zotin Neritan. Urdhro, kujt jam drejtuar unë? Zotin Neritan. Kujt jam drejtuar tu unë? Kujt jam drejtuar tu? A shikojnë që? Është me fatura, si i ruaj të gjitha unë to, ja ku i ke. Kujt jam drejtuar unë aty, më the përgjigje. A ke një përgjigje atje? Ore, lere, kujt jam drejtuar, më thoj, kujt? Në rregull, pra, e tot. Si në rregull, kujt, thoj me emër, kujt? Që ta gjoj dhe gazetari, kujt? Bashkisë Fier. Bashkisë Fier, bravo. Dhe çam ka thënë Bashkia Fier? Nuk kemi informacion. Atëherë unë ku do vete? Sepse taksën e infrastrukturës ja ka bërë kësaj bashkie, kësaj kudo është bashkie.
Edhe lekët i ka marrë 20% i ka marrë bashkia. Zotria nuk ka marrë përgjigje shtruese të pyetjeve që ka bërë. Ku ta gjej unë këtë informacion? Taksa e infrastrukturës objekti që më ka prishur Armando Subashi. Kërkesa për informacion për një përgjigje shtruese. Kthimi i përgjigjes nga institucioni juaj nuk ka sjellë përgjigje shtruese të pyetjeve shumë konkrete dhe të thjeshta që zotria ka bërë. Tani ne do bëjmë sërish një kërkesë tjetër për informacion. Ndonse janë bërë me dhjetra për të marrë përgjigje shtruese tani më. Po e bëjmë me 2 maj të 2025, sot është ditë e premte. Qa pyetje idiote. Po vota janë bërë ato lek. Jo, kanë shkuar në shtet, jo në dorë. Bërë dakord, po kur thash vota, e kisha fjalën që ja bërë investime pra për qytetin, për popull. Bravo, fiksi. Ja të shohim se si ka shkuar votat se si kanë shkuar lekët e kadastra e Fierit. Për kërkesat online që zoti Myziqari i ka bërë ASHK-s së Fierit dhe përgjigje nuk ka marrë, ne tani do drejtohemi fizikisht këtij institucione. Ai tani kërkesë me shkrim. Nderuar përshëndetje. Unë jam Klisman nga emisioni investigativ Gjadat. A ka mundësi të lutem të Kërkesë me shkrim. E kemi bërë kërkesë me shkrim dhe nuk kemi marrë përgjigje ndaj erdhëm këtu. Drejtoria qendrore ASHK-ja në Tiranë, institucion ndaj të cilit institucioni ku ju punoni jeni vartës, e ka dërguar për kompetencë këtu. Ndërkohë institucioni nuk ka vepruar. E kemi bërë kërkesë me shkrim. Do lutem, më dëgjosh atë më kuptosh. Nuk jam unë për atë punë, po pra, ti kupton. nëse ju nuk jeni për këtë punë, alini ne që jemi për këtë punë, që bëjmë vesh me zotrin. Nuk mund ta blindoni kështu institucionin. Nderuar shkosa qytetarë keni këtu, nuk mund ta blindoni kështu institucionin. Nderuar, nuk mund ta blindoni kështu institucionin. Ke qytetarë që janë në pritje. Nuk jam unë, mund të shkoj lart, jam unë nderuar. A ka mundësi të më lini mua të shkoj? Po si do blindosh institucionin? Ikni nga puna, nderuar, të lutem. Ka mundësi të më hapni derën të shkoj me vesh me prorë të ju në mënyrë institucionale? Puna zotri. Nuk ikni nga puna. Unë punoj ashtu online në shurdër. Mund vjen shumë keq për punën tuaj, po edhe unë kam punën time që të mbroj qytetarët kur atyre nuk u jepet e drejta atyre dhe kur qytetarëve u bën padrejtësi. Nderuar, keni mbyllur derën, keni lënë njerëzit jashtë. Të lutem. Më lini të shkoj lart dhe të merrem vesh, sepse ndoshta u del më mirë dhe atyre që të keni bisedë me mua në mënyrë zyrtare. Unë për atë punë jam, kam portë. Se do ikni nga puna, ju s'po thyeni ligjin. Si? Ligji është me VKM dha, që e ke online. Po, në moment që nuk marrin përgjigje online si veprohet? Ndodhemi tek zyra qendrore të ASHK-s së Fierit dhe roja i cili punon këtu na tha se nuk lejohemi që të hyjmë brenda dhe të marrim informacion të mëtejshëm për sa i përket rastit të zotit Arben Myziqari, por e ka mbyllur dhe derën siç mund të shikoni. Pritjes ton tek ASHK-ja e Fierit i erdhi fundi, pasi askush nuk po e hap derën as nga brenda, as nga jashtë. Ndërkohë, ne donim që tek ASHK-ja e Fierit të merrni disa përgjigje shtruese për sa i përket çështjes së zotit Arben Myziqari, apo jo zot Arben? Po, kemi bërë. Juaj konkretisht me këtë institucion. Unë kam 14 vite me këtë institucion, ka qenë ish lek Aluizni, që tani është në një institucion të përbashkët që është ASHK-ja, që është Aluizni, Agjencia e Kthimit të Pronave dhe ZVRPP që ka qenë dikur. Të tre këto institucione më kanë vjedhur pronën. Megjithëse i kam bërë kërkesa dhe me online kur kisha nënën gjallë vjet që në prill dhe sot e kësaj dite nuk kam marrë përgjigje edhe nga ASHK-ja qendrore. ASHK-ja qendrore e ka sjell dosjen këtu për kompetencë tek ASHK-ja e Fierit dhe sot e kësaj dite unë s'ma përgjigje. Nga ASHK-ja e Fierit. Nga ASHK-ja e Fierit as nga ASHK-ja e Tiranës. Bilem ka dhënë një shkresë këtu që thotë kjo është shkresa, po se çfarë përmban shkresa, unë nuk kam dieni. As nga ASHK-ja e Tiranës, as nga ASHK-ja e Fierit. Sa herë jeni drejtuar tek ASHK-ja e Fierit ju për të marrë përgjigjet e këtyre pyetjeve që keni? Po që nga tetori deri në 10 vjet njerë kam qenë unë, pastaj ka qenë bashkëshortja dhe pastaj mua s'më pranonin më sepse shikonin që nuk i jepnin të zgjidhje. Sa kërkesa për informacion mund të keni dërguar tek ky institucion online? Shumë kërkesa, nuk e mbaj mend tani me numër, po është mbi 10 kërkesa. Dhe fizikisht keni ardhur disa herë. Dhe fizikisht po me muaj të tërë. Por fizikisht këtu nuk ka pritje për qytetarët, tani ata që s'më pranonin më. Domethënë që nga dhjetori nuk më pranonin më që të futesha brenda. Nuk më pranonin më. Me urdhër të drejtorit, bardyr kapë. Është njëri, ka patur një pronë, ka paguar dhe lek për këtë pronë, ja kanë prishur dhe kanë bërë një grop. Kjo është me pak fjalë. Me që e përmendëm që në fillim, spakun, të shohim pak se si qëndron kjo çështje nga ana ligjore. Çështja e Arben Myziqarit është çështje shumë komplekse, për sa i përket çështjes sepse ka lidhje me gjykatat, pra me drejtësinë, ka dhe lidhje me administratën publike. Me administratën publike ka të bëjë me Bashkinë Fier, ku zotëria ka paguar taksën e infrastrukturës dhe sot ajo taksë nuk gjendet në Bashkinë Fier dhe padyshim që mban përgjegjësi zoti Armando Subashi, që është kryetari i bashkisë, të cilën pasi ka marrë taksën e infrastrukturës nuk i ka kryer veprimet e tjera që kanë të bëjnë me lejen me prishjen e kështu me radhë. Kështu që për sa i përket
pjesës tjetër, në anës ligjore që është regjistrimi apo legalizimi i objektit, kjo është një çështje gjyqësore që është zgjidhur, është e zauruar nga gjykata e Fierit, pasi ka dhënë të drejtë zotit Arben Myzeqari. Por problemi qëndron që sot në vendin ku zoti Myzeqari duhet të kishte objektin, duhet të kishte pronën e tij, sot Bashkia Fier ka dhënë një leje ndërtimi për të ndërtuar një shumë kasha, nuk e di sa kate, por gjithsesi pra ajo e ka zënë atë për të cilën tashmë qytetari po kërkon edhe të zgjidh problemin juridikisht, po ta zgjidhë atë edhe financiarisht. Juridikisht që t'i japi të drejtë për lejen legalizimit, financiarisht ku kanë shkuar paratë e tij, qoftë ajo për legalizimin 113 milion, por edhe taksa e infrastrukturës që e ka përfituar Bashkia Fier. Këtu duhet më përgjegjësi qoftë administrata publike që i përket kadastrës ose ish hipotekës Fier, ashtu edhe Bashkia Fier. Prandaj SPAK-u ka regjistruar procedimet penale dhe më pas ja ka kaluar për kompetencë prokurorisë së Fier. Këtu jemi shpërdorim të pastër të detyrës dhe mos harrojmë që për shpërdorim detyre SPAK-u ka ndaluar, ka arrestuar kryetarë bashkisë të cilët nuk kanë lidhje fare me vepra penale shpërdorim detyre, janë shumë anësore dhe në rastin konkret janë të pastra sepse në 1948 e ka qartësisht të përsaktuar që me veprime dhe mos veprimet kur i shkakton shtetit një dëm në pasurinë ose në të ardhurat e tij ose privatit, atëherë mban përgjegjësi penale. Në rastin konkret Bashkia Fier ka kryer veprime të cilët i ka shkaktuar një dëm të konsiderueshëm qytetarit dhe kështu që duhet ishte regjistruar procedimi penal dhe hetimi madje për sa i përket Bashkisë Fier dhe kryetarit bashkisë. Sot Bashkia nuk jep një përgjigje të saktë ku janë taksat e zotërisë që ka paguar për infrastrukturën dhe është një shumë goxha e madhe për të cilën ata duhet të marrin përgjigje, ose i kanë vjedhur vet, ose nuk di ku kanë shkuar, por zotëria ka paguar sepse disponon dokumentin e bankës, pra që i ka derdhur ato lek, dhe kështu që Bashkia është përpara edhe një rasti tjetër që është ajo, jo vetëm shpërdorim detyrës, por mund ta quajmë edhe një korrupsion për sa i përket ardhurave pagesave që ka kryer qytetari. Kjo është një çështje e cila SPAK-u do ta regjistrojë dhe jo t'ia kaloj të bëj ping-pong me prokurorinë e Fierit. Këto nuk janë vepra penale të cilët shikojnë në paragrafin e parë, por shikojnë në paragrafin e dytë, të cilët janë në bashkëpunim dhe bashkëpunimi, ju e dini që është një vepër penale që nuk parashikohet më deri në Shtati e Burg, por shtohet dënimi kur vërtetohet bashkëpunimi. Mund të themi, për mua kjo është edhe një grup i strukturuar kriminal, sepse nis nga SHK-ja, vazhdon me bashkinë, vazhdon me prokuror, vazhdon dhe me gjyqtar. Dhe zotëria është sot kërkon të drejtën e tij, ku në fakt është një e drejtë e cila zotëria ka fituar qoftë me MKM, qoftë me pagesat që i ka bërë pranë Bashkisë Fier. Prandaj them që prokuroria e Fierit është e paaft për ta ose ka të pamundësinë për ta regjistruar dhe për ta hetuar këtë për shkak të rëndësisë së personave, të backgroundit që kanë ata persona, dhe kështu që SPAK-u ka dhe të drejtën e tij, edhe jurisdiksionin dhe kompetencën për ta regjistruar dhe t'i vënë përpara përgjegjësisë këta zyrtar. Mos harrojmë që është dënuar një kryetar bashkie në Has mos gaboj për një rrugë që kishte bërë në një pyll dhe ka mbatur përgjegjësi penale, ndërkohë që Bashkia Fier, zyrtarët e Bashkisë Fier, të gjithë ata të cilët kanë të detyrimin ligjor, sot nuk kanë asnjë përgjegjësi penale për sa i përket dëmit të shkaktuar qytetarit. Ka keq e më keq. Kur talibanët shkuan në Afganistan, një pjesë e amerikanëve që punonin në administrat edhe në shoqata, janë mbasën këmbëve dhe ikën. Një pjesë erdhi këtu në Shqipëri, po erdhi me premtimin që do ktheheshin prap në Amerikë, e kthehen urdhrin Trumpi, ngelën këtu në Shëngjin. Këto pamje dramatike i përkasin aeroportit të Kabulit në Afganistan gjatë vitit 2021. Talibanët shpallën një qeveri të përkohshme në Afganistan, pasi morën pushtetin pas rënies së forcave të sigurisë kombëtare afgane dhe rënies së qeverisë së Republikës Islamike të Afganistanit, duke krijuar një krizë humanitare, gjë që detyroi qytetarët të largoheshin nga aty në çdo formë e mënyrë si refugjat. Në gusht të vitit 2021, nga Kabuli në Shqipëri erdhën avionet e parë me refugjatët afgan. Shqipëria u bë një nga vendet pritëse në kohën kur Yuri Kim ishte ambasador në Shqipëri dhe Joe Biden president i SBA-ve. Kryeministri Rama tha se refugjatët afgan të ardhur në Shqipëri ishin aktivistë të shoqërisë civile, pedagog dhe gra së bashku me familjet e tyre. Shëngjini, Durrësi ishin qytetet ku afganët u strehuan në hotele. Qëndrimi i tyre do të ishte i përkohshëm në Shqipëri, ku do të kryenin të gjitha procedurat ligjore për të pajisur me viza me të cilat do të udhtonin për të zhvendosur në SBA. Në ditën e parë të presidencës së tij, ndër shumë urdhra ekzekutiv, Donald Trump firmosi edhe një urdhër ekzekutiv për pezullimin e fluturimit të avionëve që tërhiqin në SBA afganët që u arratisën nga regjimi taliban në gusht të vitit 2021, ku bëjnë pjesë edhe refugjatët afgan që erdhën në Shqipëri. Po çfarë bëjnë afganët në Shëngjin? Not. Ço, janë refugjat shkret. Më thash se pyete kështu me stil, më thash se ishte loj për të qeshur, nuk e di, se di ashtu, ja, shkojmë edhe i pyesim.
Resori zbrojtësal. Ju nga ana jashtme jeni të lirshëm vazhdojnë këtu më në nuk e. Këto zyra që merren me afganët, që ka ardhur media, emisionistë gjatat për një intervistë. Ta për momentin nuk janë këtu, unë qemi gjithë shefin e mua është. Nuk është askush të zyra? Nuk janë për momentin, ka pas një trajnim në Tiranë për arsye veta, edhe në gjithë në Tiranë këtë ditë. My name is Said Basir Hashimi. You are from Afghanistan, right? Yes. Yeah. And you are located here Yes. In at this Rafah. resort? Yes. Since when? Since 2 months. Since when? 2 months. You are here with your family, Yes. with My family also in here. your wife and kids. Wife, kids. Yes. How many kids you have? I have 5 kids. Do you work? No. What about the Trump new executive order? It's still in pending. It's almost about 3 months. He decided to pending the cases, the visas. Do you and your wife work here? No. No. Which is the institution that you guys go to whenever you have a problem or question or you want legal assistance? Where do you go? Yes, we have here in office. We are visiting for some questions about our visas. So it's still there in pending. No more information. Ne të gjadave kemi marrë shumë intervistat të afganëve që jetojnë këtu, por me thënë të drejtën na e kërkuan që të mos shfaqen me figurë sepse mendojnë që jeta e fëmijëve dhe e familjarëve të tyre rrezikohet atje në Afganistan. Po, megjithatë na ka folur për kthyesja e tyre që është afgane. E ndjekim. Where are you from? Afghanistan. From Afghanistan. So why don't I see any more Afghan people here? Because the travel ban. They are not allowed to leave Shëngjin or No, to leave Afghanistan to come here. their legal situation here now? Yeah, we don't know yet. You work on the office? Kind of. You are here One. as a refugee or as a As worker an for... interpreter, As what? linguist. So you translate the Afghan people. They're not gonna stay here. They are waiting for their visas. How long have they been waiting for their visas? More than 6 months. It's different. Some of them are less, some of them are more. Yeah, what about the order of President Trump that is very recent, that he has pending all the procedures about the visas? That's why they are stuck here. Who pays their staying here at Rafaela? Trust me, I don't know. Kemi marrë informacione në NZ që shteti shqiptar do t'i integroj këtu. Në fundit, pse të mos i integroj në shoqërinë shqiptare? Vetë banorët e zonës së Shëngjinit na kanë thënë, na kanë raportuar që ata ndihen shumë mirë sepse afganët kanë një sjellje të shkëlqyer edhe janë njerëz të fisëm, inteligjent. Në lidhje me refugjatët afganë, që janë të vendosur këtu, në zonën tuaj në Shëngjin, çfarë përshtypje keni? Po, nuk është se kam kontakte, po me sa informacion kam unë, pak kanë ngel. Pak, pse ku kanë shkuar pjesa tjetër? Nuk e di, do të pyesin institucionet që paguajnë unë për ta. Sikur mas janë larguar, nuk po i shoh. Afganët? Këta kohët e fundit. Nuk e ka ato lëvizje që kanë kënë. Tani se ku janë larguar s'mund të them gjë. Lëvizjet më mëdha, kur i keni parë të tyre, të komunitetit të tyre? Jo, këta kanë qenë, se këto ka pasur vazhdimisht qarkullim. Po. Por tash s'fundit, shoh që nuk i shoh më. Kjo është problemi. Në lidhje me komunitetin afgan, që janë vendosur në Shëngjin, ju si banori Shëngjinit, çfarë keni për të thënë? Çfarë kemi për të thënë, gjithë mirat. Gjithë mira. Po, kështu po më shprehen shumë banorë të Shëngjinit, shumë të kënaqur. Sjellje shumë e mirë, sjellje shumë e kënaqshme. Shumë mirë, shumë mirë. Çfarë mund ta thoni tjetër? S'kam çfarë them tjetër, shumë mirë. Janë integruar ato me kulturën e banorëve? Krejt pa përjashtim. Absolutisht po. Qëndrimi jonë është që për shembull këta afganë që kanë ardhur, nuk është se janë të këqij, as janë shumë të rregullt. As probleme nuk kanë zjarr. Absolutisht jo. Kena shumë respekt. Po. E nderuar, këto janë integruar me komunitetin? Po. Me banorët e Shëngjinit? Po, kanë mësuar dhe gjuhën. Punojnë, po. Çfarë punë është zakonisht? Po ndërtime çazan. Janë punëtor ata, po. Janë shumë punëtor. Kur thash pak më parë informacione në NZ, janë informacione të sigurta, po thjesht nuk janë të konfirmuara. Për këtë gjë ne kemi pyetur dhe kemi vajtur edhe tek Ministria e Brendshme, edhe tek Ministria e Jashtme. Ministria e Brendshme na jep një përgjigje diplomatike, ndërsa ajo diplomatike asnjë përgjigje.
Në gusht të vitit 2021, qindra refugjat nga Afganistani mbërritën në Shqipëri dhe u vendosën në Shëngjin, nga ku nisën procedurat ligjore për të pajisur me viza, me të cilat do të zhvendoseshin drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga vëzhgimet tona në zonën ku ata janë vendosur në Shëngjin dhe intervistat e banorëve, duket se numri i tyre është ulur ndjeshëm nga çfarë ka qenë në vitin 2021. Pikërisht për këtë çështje ne tani do i drejtohemi me një kërkesë për informacion Ministrisë së Brendshme. Përshëndetje, si jeni? Mirë. Unë jam Klisman, një nga emisioni investigativ Gjadat, nga televizioni MCN. Neve kemi sjellë një kërkesë për informacion për institucionin tuaj në lidhje me refugjatët afgan që ndodhen në Shëngjin. A mundet dikush të prononcohet të më japi një intervistë në lidhje me këtë çështje? Ne mund të presim. Atëherë, fillimisht duhet t'ju informoj njërë që komunikimi qytetar specialist drejtues është ndërprer, ka rreth një vit e sa që është ndërprer, kemi dhe afishën aty tek xhami. E vetmja mundësi që qytetarët ose ata mund të ndjekin gjithmonë nëpërmjet kërkesave të tyre me Si kjo? me kërkesa që t'japin një përgjigje me shkrim. Dhe vetëm atëherë dhe në rrugë zyrtare ata mund të ndjekin nëpërmjet një kërkese, të cilët parashtrohen gjithmonë problematikat e tyre dhe i kthet një përgjigje zyrtare. Kjo është e vetmja mënyrë që ne për momentin dhe për këtë kohë kemi ndjekur. Ministria e Brendshme na ktheu një përgjigje zyrtare në lidhje me këtë çështje, kundër të tjera thotë se aktualisht në territorin e Republikës së Shqipërisë ndodhen 53 shtetas afgan. Pjesa më e madhe e tyre janë larguar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kanadas dhe disa vendeve të Bashkimit Evropian, nëpërmjet një procesi të rregullt, të kontrolluar dhe të dokumentuar. Ata gjithashtu shtojnë se menaxhimi i statusit ligjor dhe ofrimi mbështetjes për këta shtetas në Shqipëri kryhet nga ministritë përkatëse, sipas fushës së tyre të përgjegjësisë. Ndaj, ne ju drejtuam me një kërkesë për informacion në mënyrë zyrtare edhe Ministrisë për Europën dhe Punëve të Jashtme, ku i pyetëm po për të njëjtën çështje. Këtë kërkesë për informacion e kemi dërguar me 23/4/2025. Kundër të tjera, e pyetëm se çfarë do të ndodhë me refugjatët afgan të mbetur në Shqipëri pas urdhrit të Donald Trump. Por përgjigje nuk kemi marrë ende, ndonse afati ligjor ka kaluar. Unë i uroj shumë fat qëndrimit të afganëve këtu në Shqipëri, kam për të kënaqur sepse Shqipëria është një vend i mrekullueshëm, i kemi të gjitha. Po, vinë 20 milion turistë, e të rinë edhe këta afganët. Këtë ishte emisioni për mbrëmjen e sotme, natë e mirë. Takojmë sërish të hënën!